Fatkeqësisht, deputetët e opozitës nuk po votojnë, pra ne nuk themi asnjëherë që duhet të votojnë për, por nuk po votojnë as për, as kundër dhe as nuk po abstenojnë. Prandaj, ne jemi të gatshëm që të marrim pjesë në takime e Osmani. Nuk përjashtojmë asnjëherë që të ketë takime që ftohen edhe nga kryetari Kurti. Unë nuk i marr 61 vota, të paktën nga deputetët e Kuvendit, unë tërhiqem nga kandidatura. Ka qenë qëndrim i njëanshëm, por që është mbështetur ose është respektuar edhe nga kryetari Kurti edhe nga lëvizja vetëvendosje. Unë ende nuk kam informacione që presidentja Osmani e ka ftuar lëvizjen vetëvendosje. Pra sa po ta kemi njoftimin apo informacionin për këtë, ftesën për këtë, ne do t'ju njoftojmë. Siç e keni parë, në gjykimin e gjykatës kushtetuese, thuhet që Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet të konstituohet brenda afatit prej 30 ditëve. Ndonë se kjo nuk ka qenë çështje që e ka adresuar OAK-ja dhe PDK-ja e LDK-ja kur e kanë kontestuar Komisionin për votimin e fshehtë në gjykatën kushtetuese, megjithatë, gjykata kushtetuese ka dalë jashtë kërkesës dhe ka përcaktuar tashmë një afat kohor. Në këtë drejtim, jo brenda 30 ditëve, por Kuvendi i Republikës së Kosovës është dashur që të konstituohet po atë ditë, pra më 15 prill, kur edhe është thirrë seanca e parë konstituive. Ne kemi qenë të hapur që të marrim pjesë në takimet që i ka ftuar presidentja Osmani, ndonë se tani kemi pasur vetëm një takim dhe të tjera do ndodhin gjatë ditëve në vijim.